Çmimi I një pakuje me 30 ves në dyqana arrin deri në 400 denar, por me gjas do të rritet edhe më shumë. Faktorët kryesor janë çmimi I ushqimit për pulat, materialet për prodhim, si dhe presioni nga rajoni për shkak të mungesës së vezëve. Drejtori I Ves Sharit, Abdulaziz Dogani, thotë se çmimet e vezëve në Maqedoninë e Veriut nuk janë më të shtrenjta se në rajon dhe në Bashkimin Evropian. Faktori më I madh I çmimit në vend është ushqimi I pulave, I cili importohet dhe vazhdon të rritet. Soja ka çmim të tregut ndërkombëtar, ndërsa misri importohet nga Serbia. Për 3 javë, çmimi I sojës është rritur për 60 euro për ton, ndërsa I misrit nga Serbia për 6 deri në 8 euro. Тие големи купци сега кога набавуваат огромни количини, цената се очекува да оди уште погоре. Паралелно на тоа, како што оди цената на храната поскапо и транспортот станува поскап, тоа си го следи сам по себе, нема врска со цената на нафтата и другите работи. И амбалажата, ние увезуваме амбалажа од Данска и еве сега добив известување да речеме за некои 0,06 центи по парче поскапо. Меѓутоа, ние не можеме да ја зголемиме бројката на производени јајца. Значи, една кокошка јаде иста храна, меѓутоа сега за една јајце, ако сум трошил, карикирам 3 денари, сега трошам 4 денари, само едноставно заради храната. И се очекува да оди нагоре храната.